Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Mbaj të dashurin tim me lek vetëm që ai mos të më lërë. Nuk e di nëse kjo histori është më shumë për turpin tim apo plag që nuk kam ditur ta mbyll kurrë, por e di që po nuk e thash dhe po nuk e shpreha diku do të më haj për brenda gjithë jetën. Quhem Vjollca, jam 33 vjeçe dhe për 3 vitet e fundit kam financuar një marrëdhënie që nuk ka qenë kurrë e imja. E kam mbajtur një mashkull vetëm që ai të mos largohej nga unë, edhe pse e dija se po blija diçka që nuk duhet të blihet kurrë, që është dashuria. U njoha me Ergysin në një ditëlindje të shoqes time. Ai ishte lloji i djemve që nuk thoshte kurrë shumë, po kur fliste dukej sikur gjithçka rrotulloi rreth tij. Kishte vetbesimin që unë nuk e kam pasur asnjëherë. Unë punoja si asistente administrative, ai punonte her po, her jo. Nuk e kuptoja kurrë çfarë bënte saktësisht, por gjithmonë thoshte se po i dilnin disa projekte. U dashurova që natën e parë me të. Të paktën kështu besoja. Mbaj mend herën e parë kur i pagova diçka. Pim një kafe dhe ai duke i shqetësuar. Më doli një faturë që nuk e prisja, më tha. Nuk dua të dukem si parazit, por nëse më ndihmon ta kthej sa të marr pagesën. Unë jo vetëm që e ndihmova, por ju ndjeva krenare që po i qëndroja pranë partnerit tim. Mendova, një ditë ai do të më falenderoj dhe mund të më kthej. Nuk e kuptova se sa po kisha hapur derën e një historie që do të më gërhiste çdo kursim, çdo dinjitet, çdo natë gjumi. Nga ajo ditë kërkesat u bën të pritshme. Një faturë telefoni, një xhup, një qiratë të prapambetur, një festë ditëlindje për shokun, një projekt i ri biznesi që kërkonte investim. Herën e parë më kërkoi 20 euro, më pas 50, pastaj 150, derisa një ditë i dhash 600 euro, gjysmën e të gjitha kursimeve të mia. Ai nuk më thoshte kurrë më jep lek, ai më thoshte, duhet të më kuptosh që je partnerja ime, dhe unë e interpretoja si detyrim emocional. Nuk është se më detyronte që t'i jepja, po më bënte premtime boshe. Më bënte gjëra që unë t'i besoja. Ndërkohë, ai vazhdonte të bënte tatuazhe të reja, ndërsa unë prisja ditën e pagës që të blija shampo për kokën. Ai niste pushime 2 ditore në Bregdet, ndërsa unë bëja llogarit në Excel për të parë nëse do të më dilin parat për ushqim. Ai mbante veshur rroba firmato, ndërsa unë hoqa dorë edhe nga parukerja. Heshtja ime ishte pagesa më e madhe. Çdo herë që ai ftohej diku pa mua, më zinte një ankth i tmerrshëm. E dija që nëse nuk e ndihmoja ekonomikisht, do gjente dikë tjetër që ta bënte. E kisha bindur veten se në tregun e sotëm dashuria funksiononte në këtë mënyrë. Ai jep prezencë, ndërsa unë jap stabilitet. Por në fakt, ai nuk jepte asgjë. Një natë, në orën 1:30, më erdhi një mesazh nga shoqja ime e vjetër. Vjollca, e di që nuk më takon kjo gjë, por e kam parë disa herë Ergysin në një lokal me një vajzë dhe ta siguroj që nuk është shoqe. Unë piva komplet. Ula në divan dhe më dridheshin duart. Ajo natë më gjeti duke kërkuar kuptim në çdo gjë që i kisha dhënë. Lekun, kohën, mundin, dinjitetin. Të nesërmen pa e pyetur fare i dhash edhe 200 euro për një hall që i kishte dalë. Nuk ndalova. Në vend që të largohesha në moment, u lidha edhe më fort, si çdo njeri që ka frikë të pranojë që ka humbur gjithçka për dikë që nuk e meriton. Fundin ma dha vet ai. Një ditë krejt e zakonshme më tha, të dua, por nuk mund të funksionoj më. Kaq, pa falenderim, pa ndjes, pa kthim të lekëve, pa shpjegim. Iku me xhepat plot, dhe unë mbeta me një zemër bosh dhe një llogari bankare me minus. Sot, pas 2 muajsh, nuk mund të them se jam mirë, por mund të them që nuk e blej dot më veten me asgjë. Nuk dua më të blej dashuri. Dhe nuk dua më të jem ajo që ka frikë të mos e lënë, ai sa paguan çdo largim. Po mësoj të jetoj vetëm, po mësoj të mos jem e përdorur, dhe ky është hapi i parë.